نفس إن لم تظفري لا تجزعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Në temën e vazhdim autori përmend gjunat të cilat vepruesin e tyre e çojnë në kufër, por në kufrin i cili nuk e nxjerr prej feje. Po ka disa gjunohe të cilat janë kufër, por nuk e kanë kufrin në nivelit me të cilën njerëzit dalin prej feje. Kufri ndohet në dy: kufri i madh, i cili nxjerr prej feje, edhe kufri i vogël, i cili nuk nxjerr prej feje. Kufri i vogël pastaj ndohet në kufri i vogël me zemër, edhe kufri i vogël me gjymtyr. Edhe kufri i madh ndohet në kufri i madh me zemër, edhe kufri i vogël me gjymtyr. Për dallim nga nifaku, i cili ndohej në nifaku i madh, nifaku me zemër, i cili të nxjerr prej feje, dhe nifaku i vogël, nifaku me gjymtyr, i cili nuk të nxjerr prej feje. Kjo është nifaku, kurse kufri nuk është kështu. Kufri i vogël është me zemër dhe me gjymtyr, i cili nuk në nxjerr prej feje, as nëse është me zemër, as nëse është me gjymtyr. Dhe kufri i madh, i cili po ashtu është me zemër dhe me gjymtyr, ose me zemër ose me gjymtyr, edhe të nxjerr prej feje qoftë jetë me zemër, qoftë jetë me gjymtyr. Pra për dallim nga nifaku, nifaku i vogël është gjithmonë me gjymtyr, me vepra gjymtyrve, dhe është gjithmonë nifaku i vogël që nuk nxjerr prej feje, dhe nifaku të vogël me zemër nuk ka. Nifaku i madh është vetëm nifak me zemër, nifak të madh me vepra nuk ka. Nifaku i madh që është me zemër të nxjerr prej feje. Kurse për dallim, për shkak se një prej gabimeve që kanë bërë dietarët e murxhive janë kur e kanë shpjeguar kufrin njëjtë me nifakun. Dhe shpjegimi i kufrit ose ndarja e kufrit njëjtë me nifakun është gabim. Për shkak se kur e kanë ndarë kufrin sikur nifakun, kanë thonë kufri me gjymtyr është kufri i vogël. Dhe kjo nuk është saktë. Kufri i vogël mundet me qenë me gjymtyr, mundet me qenë me zemër, dhe cila do që tjetë nuk e nxjerr njeriu prej feje. Kufri i madh mundet me qenë me gjymtyr edhe me zemër, cila do tjetë qoftë ajo me gjymtyr, qoftë ajo me zemër, e nxjerr prej feje. Për shkak se ne nuk e nxjerrim prej feje njerëzit të cilët e kanë bënë kufrin me zemër, se na nuk e dina çka ka në zemrat e njerëzve. Por ne e dim atë që e shohim prej njerëzve, edhe e nxjerrim ose e bëjmë tekfir vetëm atij të cilit ja shohim kufrin. E kufrin e zemrës nuk mundem me ja po kërkujna, se zemrat i sheh vetëm Allahu subhanahu wa taala, na nuk i shohim. Pra, bazë e gjykimit të ehli suneti është gjykimi sipas asaj që është e dukshme, jo sipas asaj që është në zemër. Pastaj, kur kanë thonë dietarët e murxhive se na i nxjerrim prej feje për shkak të se këta kanë kufrin në zemër, edhe gjymtyrt ose veprat e gjymtyrve tregojnë ose aludojnë se këta njerëz e kanë zemrën e prishur, do thonë nuk i nxjerrin nga feja për shkak të asaj që e kanë pa të ta, po për shkak se atë që e shohim me kjo tregon se këta zemrën e kanë të prishur, e kjo është gabim,
për shkak se pyetja për ta ka qenë, atëherë ju i bëni njerëzit tekfir me dyshim, nuk i bëni tekfir me argument, për shkak se nëse tek një njeri e sheh kufrin, e shef kufrin e gjymtyrëve, se kufrin e zemrës nuk i mundësi me po, edhe kufrin e gjymtyrëve e keni gjykuar si kufër i vogël, i cili nuk nxjerr prej feje, duke krahasu me nifakun, pastaj i shtuni njeriu të kafir për shkak se vepra e tij tregon se zemrën e ka të prishur, pyetja është, atëherë a jeni ju të sigurt që ky e ka zemrën të prishur, apo vetëm supozoni? Ata me thonë që jena të sigurt është kufër, për shkak se nuk ka mundësi me thonë jena të sigurt për atë që e ka në zemër, atëherë thënë ne mendojmë se e ka zemrën e prishur për shkak se vepra e gjymtyrëve tregon, atëherë na e themi qysh i nxjerrni prej fejes njerëzit me supozim. Njerëzit me supozim nuk lejohet me nxjerr prej feje. Nuk lejohet me bë tekfir kërkon se mendoj se ai e ka kufrin në zemër. S'mund na elusinetis mendon kështu. Elusinetit nuk i intereson çka kanë njerëzit nëpër zemra fare. Ajo është çështja e Allahut subhanahu wa taala. Elusinetit i intereson ajo që e shohim. Pastaj eliminimi i pengesave në atë që e shohim dhe plotësimi i kushteve në atë që e shohim dhe bëhet njeriu tekfir për shkak të veprës që ka vepruar, jo për shkak të bindjes që ka bërë në zemër e pastaj bindja se e ka quar me vepruar atë që e ka vepruar. Dhe themi se kufri ndahet në kufrin e madh dhe kufrin e vogël. Kufri i vogël është me gjymtyr, është edhe me zemër, edhe cili do që të jetë nuk e nxjerr njeriu prej feje. Kufri i madh mundet me qenë edhe me gjymtyr, edhe me zemër, dhe cili do që të jetë e nxjerr njeriu prej feje. Ne nuk e dim atë çka ka në zemrat e njerëzve dhe nuk i gjykojmë njerëzit për shkak të zemrave të tyre, se ky është gjykimi i Allahut subhanahu wa taala, por ne i gjykojmë njerëzit në bazë të asaj që e shohim. Nëse e shohim te ta kufrin e madh, veprues me vepra ose me fjalë, atë që ne kena mundësi me pa dhe me ndëgju, gjykojmë me tekfir pasi që të plotësohen kushtet dhe të eliminohen pengesat. Ka disa gjunoha që i përmend autori, Allah subhanahu wa taala pas më shëruar që janë kufër, wa aleikum selam wa rahmatullah. Janë kufër, por vepruesin e tyre nuk e nxjerrin nga feja, që do të thotë se janë kufër i vogël. Por pse janë kufër i vogël, nuk duhet me u mashtruar nga emri. Për shkak se kufri i vogël është i vogël vetëm në krahasim me kufrin e madh. Por ndryshe kufri i vogël është gjuna tepër i madh. Kufri i vogël quhet kufër i vogël për me dalluar nga kufri i madh, por jo për me menuar se kjo është gjë e thjeshtë, kjo është gjë e vogël. Për shkak se kufri është gjuna tepër i madh. Kufri i vogël është gjuna tepër i madh, saqë Ibn Abbas e Allah subhanahu wa taala pas më shërua në radhitjen e mëkateve ose në radhitjen e veprave të këqija vendos kështu. Ma e nalta është shirku i madh. Pastaj është nifaku i madh. Pastaj është kufri i madh. Pastaj vjen shirku i vogël. Pastaj vjen kufri i vogël, pastaj vjen mëkati. Kështu kuptimi i kufrit vogël, emërtimi se është kufër i vogël, nuk do të thonë se kjo është vepër e thjeshtë, vepër e vogël. Nuk do të thonë se është gjëna i vogël. Kufri i vogël është gjëna tepër i madh. Por i thuhet i vogël vetëm me dalluar për shkak të kufrit të madh, se kufri i madh e nxjerr njeriu prej feje krejt. E bën kafir, dhe nëse spendohet vdes i tillë, shkon përgjithmonë në xhehenem. Kurse kufri i vogël, nëse vdes njeriu pa u penduar nga kufri i vogël, nuk shkon në xhehenem. Përgjithmonë. Edhe mbetet gjithashtu në dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, nëse do në Allahu subhanahu wa taala fal, nëse do Allahu subhanahu wa taala e dënon përkohësisht, për dallim nga shirku i vogël, për shkak se shirku i vogël është më i madh se sa kufri i vogël. Dallimi praktik mes shirkut të vogël dhe kufrit të vogël
është se kufri I vogël, nëse njeriu vdes pa u penduar prej tij, metet nën dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, nëse don Allahu e dënon përkohësisht, nëse do e fal. Kurse shirku I vogël nuk është I tillë. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu subhanahu wa taala kur nuk ja fal shirkun kërkujna nëse vdes me shirk. Edhe nëse vdes me shirk të vogël, nuk bën pjesë në dëshirën e Allahut, por ka mu dënu gjithsesi. Kush vdes me shirk të vogël, pa u pendu, ditën e Kiametit nuk hin në dëshirën e Allahut, nëse do në Allah e fal, nëse do e dënon përkohësisht, sikur që është kufri I vogël. Por kushdo që ka vdek me shirk të vogël, e ka të garantuar dënimin. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, për shkak se Allahu subhanahu wa taala këtë nuk e fal. Dhe dënohet përkohësisht. Gjithashtu, ai që ka vepruar shirkun e vogël dhe nuk është penduar, por për dallim prej kufrit të vogël, ai që vdes me kufër të vogël pa u penduar, ka mundësi me pështu, pa u dënu, e fal Allahu. Ai që vdes me shirk të vogël pa u penduar, nuk ka mundësi me pështu pa u dënu. Gjithsesi ka mu dënu, vetëm se ka mu dënu përkohësisht. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu sahih, e shirku akhfa fikum min dabibin naml. Shirku I vogël është më I fshehtë për juve se sa janë gjurmët e bubrecit. Do thonë shirku I vogël, I cili e mrin shkallën e gjunojt tepër të madh, për cilin autori ka shkruar temë, veprat të cilat njeriu e çojnë në kufër, por kufri I tij ky lloj kufri nuk e nxjerr njeriu prej feje. Me që nuk e nxjerr njeriu prej feje, metet musliman, por rreziku prej tij është tepër I madh. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u atërheq vërejtjen ummetit, keni kujdes për veprat e fesë, se feja është precizitet. Allahu subhanahu wa taala ajetet e para që ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam I ka zbrit me lezu, mu interesue, cili o kufri I vogël, cili o kufri I madh, cili o shirku I vogël, cili o shirku I madh, cili o gjuna I vogël, cili o gjuna I madhe, kur thejnë rregullat e kush, çka duhet me bëma për me rregullu çështjet, të gjitha duhet me mësue. Se s'bën ndryshe. Innamal ilmu bit ta'allum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dituria pastaj mirët duke mësu. Feja jonë nuk është fe me t'nime, feja jonë nuk është fe me trashëgimi, u kon baba, babgjyshi musliman, jo. Të gjitha çështjet duhet me mësue vetë, me lyp argumentet. Fes'elu ehle dhikri, in kuntum la ta'lemun, ku gjurmoni, lexoni, ndëgjoni, ato që prapsën e gjoni, lypni njerëz se cilat janë më ditur, të çështje duhet me ditë. Për shkak se Allah subhanahu wa taala e ka thënë dy elemente, na ka dhënë diturin, dy na ka dhënë librën e shkruar. Atëherë çka kemi më thonë Allah subhanahu wa taala? Pse s'e ke ditë çka është shirku I vogël? Ju më kom bodol, po si kom bodol? S'kom pas ku më lexu, nuk është se s'ke pas ku më lexu. Don ka humb arsyeja. Njeriu I cili e ka mendjen, edhe ka qasje në fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka arsye te Allahu subhanahu wa taala. Prej çështjeve për të cilat duhet me pas kujdes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend shirkun e vogël edhe kufrin e vogël me të cilat do të flasim në vazhdim. Në këtë hadith ka qenë prezent Ebu Bekri radiallahu anhu. Ebu Bekri radiallahu anhu, kur e ka ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë këtë fjalë, se këto lloj të kufrit edhe këto lloj të shirkut janë kaq të vogla, për me thonë se vështirë edhe me I detektu, me I vrejt cilat janë ato, Ebu Bekri radiallahu anhu u ankue, o I dërguar me Allahut, që shka me bon atash? Nuk pas ka me met njeri pa u dënu në ditën e Kiametit. S'pas ka me met besimtar pa u dënu në ditën e Kiametit. Nëse shirku I vogël dhe kufri I vogël janë sikur gjurmët e bubrecit,
atëre gjurmët e bubrecit kush i sheh me syrin e tij të lirë. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sikur gjurmët e bubrecit në natën e errët në drasën e zezë, që bëhet edhe më e vështirë. Një bubrec natën në rësirë të madhe ka ecë mbi një drasë të zezë, kalon gjurmë. Ai kalon gjurmë, është e vërtet, po kush i sheh ato gjurmë, çfarë që janë të fshehura, ata Allahu na ruaj të e po shirkun e madh, asë të e po kufrin e madh, asë të e po nifakun e madh, se për këtë të voglat asë që është të interesua gati kush. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, oj dërguari i Allahut, çka më bëhet atëherë se pas me met pa u dënuar kërkosh prej neve. Edhe pse në disa hadithe të tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke treguar realitetin e çështjeve, realitetin e dobësisë së njeriu dhe gatishmërinë e tij për me gabu, dhe realitetin e mëshirës së gjërsa të Allahu subhanahu wa taala ka thonë, me ditën ju ose me ditën dënimin e Allahu subhanahu wa taala nuk kish me besua kërkush për juve që ka me pështu për dënimin të Allahut. Sikur që me ditë edhe mëshirën e Allahu subhanahu wa taala do të shpresoni se gjithë secili për juve ka me u fal, ka me shpëtua Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse shkohet te mëshira e Allahut, kjo është e padiskutueshme se mëshira e Allahut subhanahu wa taala është e pafundme. Ama nëse shkohet te e drejta për më na dënua, atëherë kërkush prej neve nuk ka mundësi më shpëtue pa dënua Allahu subhanahu wa taala, përveç nëse Allahu subhanahu wa taala na përfshin me rahmetin e tij. Kur Ebu Bekri edhe Allahu subhanahu wa taala kalon gjithmonë vene duke e ditë që ka krijuar të tillë robin gabimtar, kalon vene për mu përmirësu. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se iblisi i ka thonë Allahu subhanahu wa taala, kom i devijua, kom i shnihet gjithë njerëzit me gabue, me boqënoha, kurse Allahu subhanahu wa taala ka kthye, ti ishtin me gabue e unë jam fali. Dhe s'ka mujt më shnyje iblisi me Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala e kalon një rrugë, e kalon një mundësi, pasi që shirku i vogël është kaq i msheft, pasi veprat e kufrit të vogël janë herë qashtë në mshefta, sa që edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka pas frikë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o Ebu Bekr, transmetim thot ja Siddiq, ose i ka thënë o Ebu Bekr, ose i ka thënë o i drejtë Siddiq, nëse dënë me pështua prej kësajna, thuj çdo mëngjes sa rrët qosh, o Allah, kërkoj falje prej teje për çdo lloj shirku që e kam bën, ata që e kam ditë edhe ata që nuk e kam ditë. Dhe këto është shpëtimi për besimtarët. O Allah, thuj çdo ditë, thuj o Allah, kërkoj falje për çdo lloj shirku, kufri, nifaku, gjunohu, të vogël, të madh, ata që e di dhe ata që nuk e di, po ka qenë një shirk i cili ka qenë me gjurmë sa gjurmë të bubrecit, tani kërkoj falje për to, ti se ke ditë nashte, ama kërkoj falje Allah subhanahu wa taala, innehu huwal ghafurur rahim, Allah subhanahu wa taala është falës i madh. Prej veprave të cilat e çojnë njeriu në kufër, por kufri i tij nuk e nxjerr prej feje, është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Darimi, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wal kufru billahi ta'ala tabarra'u min nasab." Prej kufrit është me heq dorë nga prejardhja jote. Në hadithin tjetër, prej kufrit është edhe me thonë ashtu çfarë nuk je në prejardhën tonë. Prej kufrit është me mohua edhe babën tonë, me thonë unë nuk jam djali jot. Prej kufrit është edhe me thonë unë jam djali dikujna që si e djali dikujna. Ata në 4 çështje. 1. Është prej veprave të kufrit, por që nuk e nxjerr njeriu në feje me mohua nacionalitetin e vet. Ai është shqiptar, thotë jam gjerman, po kush ka thonë ty që ti shqiptar je, pse po rrein? Ose
me mohue prejardhën e vetë, të babës e të nonës, e me ratë të anena, ose me thirë në atë që nuk është, ose me mohua atë që është, të dyjat. Më thonë, në aspektin e prejardhjes, kushdo që e mohon prejardhjen e vetë, është vepër e kufrit, por që nuk e nxjerr njeriu prej feje. Kushdo që i thot vetes vet për një prejardhje tjetër që nuk është ajo e vetja, gjithashtu është prej kufrit, por prej kufrit që nuk e nxjerr prej feje. Atëre çështja është me rrezik të madh. As nuk duhet me mohue nacionalitetin, po duhet me thonë çato që je, edhe me falendëru Allahu subhanahu wa taala për çato që je. Gjithsecili, ai që është rom, në të falendërojnë Allahun që është rom. Allah subhanahu wa taala ka kriju tillë. Ai që është shqiptar, në të falendërojnë Allahun që është shqiptar, ai tjetri secili në nacionalitetin e vet. Nuk duhet me mohue nacionalitetin. Dhe dy, nuk duhet me rrejt e mos thirr nacionalitet tjetër, çka nuk je, për shkak se edhe kjo është prej veprave të kufrit. Por prej veprave të kufrit me të cilat nuk del njeriu prej feje. Edhe çështja e nacionalitetit është çështje e rrezikshme. As nuk duhet me ndryshue, as nuk duhet me mohue, por duhet me lënë çashtu çysh ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Çe kaq? Me lënë çashtu çysh ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe për ato që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, normal që ne jemi të kënaqur. Kërkush nuk duhet me nije veten të nënçmuar për shkak të nacionalitetit që ka, se Allahu subhanahu wa taala ka dhënë ashtu. Kërkush nuk duhet me rrejt, me i mashtruar të tjerët, me u thirr nacionalitet tjetër, që nuk është në vërtet çashtu. Por secili me thon çashtu që e ka lënë Allahu subhanahu wa taala. Ja nas Allahu subhanahu wa taala thotë o njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Unë ju kam krijuar nga një mashkull dhe një femër, Ademi dhe Hava, të gjithë. Fundja ke të gjitha prejardhjet e tona, në fund shkojnë te Ademi alayhis salam dhe Hava, të gjitha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Ju kam dhënë Allahu subhanahu wa taala në popull dhe në fise, لِتَعَارَفُوا, me u njoh mes vete, jo se njëri është më i mirë se tjetri. Se nuk është më i mirë arabi se sa një tjetër. Kërkush nuk është i mirë për shkak të nacionalitetit vetë që e ka. Ndaj nacionalitetit tjetër, s'ka përsi kërkush. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Ju kam dhënë Allahu subhanahu wa taala në popull dhe në fise në mënyrë që të njihni mes vete. Hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la farqa bayna al-arabi wal-ajam. Nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit. Innama taqwa ha huna. Dallimi është në devotshmëri, në zemra. Pse është arab, nëse është kafir, shkon në fund xhehenemit. Kur gjë sinimon nacionaliteti vetë që ka pasur. Jo vetëm arab, po edhe me qenë kurejshit, apet sinimon kur gjë hiç. Jo vetëm me qenë kurejshit, po me qenë hashimit, apet sinimon kur gjë hiç. Edhe më konë migji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që u konë kur gjë hiç sinimon hiç. Mandje edhe më tepër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë çikës vet, o Fatime, bia Muhamedit, punose, unë nuk muj me të ndihmua kur gjatë ditën e Kiametit. Unë kam pas babën pejgamber, kur gjatë s'qen peshka ishte Allah subhanahu wa taala, ke pas babën pejgamber aja. Unë jam kon shqiptar, kush gjë s'qen peshta Allah, ai e kon shqiptar, ai e kon bosnjak, ai e kon gjerman, ai e kon francez, kur gjë hiç. Këto janë kon vetëm u njoft njerëzit në mes vete. Dallime për më njoft, jo me i dhënë e përsi dikuj për me dikun tjetër. Për shkak të nacionalitetit, s'ka përsi kërkush. Të gjithë janë të njëjtë, inna akramakum indallahi atqakum, më i miri prej neve te Allah subhanahu wa taala është ai i cili është më i devotshëm. Atëre duhet gjithsecili me lënë çështën ashtu që është. Mos me mohue babën e vet, as nonën e vet, as mos me thonë se unë jam i dikuj pa u qenë atina, mos me mohue prejardhën e vet, nacionalitetin e vet, as mos me thonë se unë kam një prejardhë tjetër përveç asaj prejardhë ose atij nacionaliteti që e ka. Çështja e dytë ose vepra e dytë, e cila çon njeriu në kufër, por që nuk e nxjerr prej feje, është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
të cilin e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuq, sharja, ofendimi i muslimanëve është gjuna i madh, wa qitaluhu kufr, kurse vrasja e tyre është kufër. Me shoh muslimant është gjuna i madh. Me ofendua muslimant është gjuna i madh. Po me mbyt ata është kufër. Por nuk është kufër i cili e nxjerr njeriu prej feje. Është kufër gjuna tepër i rrallë, por nuk e nxjerr njeriu prej feje. Për shkak se muslimanët janë vrarë mes vetë qysh në kohën e sahabëve dhe asnjëri prej tyre nuk janë pabesimtar. Të dy partë janë musliman. Dhe Allah subhanahu wa taala ka sjell disa argumente në Kur'an me të cilat tregon se ai që ka vrarë një musliman që ka vrarë një musliman, gjithmonë jo për çështje të ndihmës me pabesimtarët kundër besimtarëve, për shkak se kjo është çështje tjetër, por muslimanët në mesvetë kanë probleme, problemet e tyre shkojnë deri në vrasje, asnjëri prej tyre që vriten në mesvetë nuk janë pabesimtar, por kanë bë kufër i cili nuk i nxjerr ata prej feje. Argumenti i parë pse nuk i nxjerr ata prej feje është çështja e shpagimit, çështja e dënimit, edhe çështja e faljes. Shariatin e Allah subhanahu wa taala, nëse dikush për muslimanëve e mbyt një musliman, mundësia e familjes dhe vetëm familja e të vdekurit, e të vrarit ka të drejtë me lyp. Hakun s'ka të drejtë kërkush tjetër, shkojnë e lypën hakun te gjykatësi i shtetit islam, dhe gjykatësi i shtetit islam ka 3 opsione në një. Ose familja e lypin njënin prej 3 opsioneve që me zbatue ligjin shteti, për shkak se ligjin nuk e zbaton individi, po ligjin e zbaton organet e shtetit islam. Individi veç e paraqet kërkesën, edhe argumentet, edhe ankesën te gjykata, pastaj gjykata e vendos edhe e ekzekuton dënimin. Ky na ka vrarë një antar të familjes. Çka ka dhënë shariati, libri i Allahut sunetit e pejgamberit sa familjes së të vrarit, një prej 3-ve. Me ekzekutuar atë i cili ka ekzekutuar. El nefsu bin nefs, njeri për njeri, e ke mbyt njerin, mbytet njeriu. Mundësia e dytë, duhen me hek dorë për mbytjes, është shpagimi, me pagu. Edhe ajo që del me argumentet më të sakta, është vlera, me pagu e vlera 100 deveve. Nëse se dojnë edhe opsionin e dytë, atëherë është opsioni i tretë, është falja. Falja, ja fal krejt familja. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Nëse ja fal vllau, do të thonë, ky është vrasësi. Allah subhanahu wa ta'ala këtij që ja fal edhe vrasit i ka qyt vllazni. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, nëse ta fal vllau, atëherë kjo nuk ka mundësi me qenë kufër i madh, e këta më kanë vllazni. Kjo është një prej argumenteve se ky lloj gjunohu është kufër, por nuk është kufër që e nxjerr njeriu prej feje, për shkak se këta kanë met vllazni përsëri. Edhe vrasësi i muslimanit, nëse gjykohet nga shariati i Allahut subhanahu wa taala me ekzekutim, ekzekutohet, i pastrohet xhenazja, i falet xhenazja, edhe varroset në vendin varrezat e muslimanëve. Ky është argumenti i parë se kjo nuk është vepër e kufrit që e ka qit prej feje, por është vepër e kufrit e cila e ka lënë gjithashtu njeriu në fe. Argumenti i dytë, Allah subhanahu wa taala tregon në librin e tij, "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatala", nëse 2 grupe të muslimanëve, besimtarëve, luftojnë mes vete. Të 2 grupet Allah subhanahu wa taala e ka qyt besimtarë. Po këta janë të luftuar mes vete. Po, ta vrasin njëri tjetrin, musliman, edhe këta, po, edhe të 2 partë musliman, po, të 2 partë musliman. Për shkak se Allah subhanahu wa taala thënë në Kur'an, nëse 2 grupe të muslimanëve, të besimtarëve, vriten në mes veti, pajtoni ata, për me i pajtu ata, pastaj është pajtimi i 2 grupeve muslimanëve, dhe asnjëri prej tyre nuk ka dalë prej fesë Allah subhanahu wa taala.
Çështja e tretë. Hadithin të cilën transmeton gjithashtu Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qala li akhihi kafir", kushdo që i thot vllavit vet kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, njëri prej tyre kufrin e ka. Kushdo që i thot vllavut vet kafir, njëri prej tyre kufrin e ka. Po me bot të këfir, me thonë kafir një njerit, a është kafir ky? Nuk është kafir që e nxjerr prej feje, ama nëse ai nuk u kon kafir, ky e ka kufrin e vogël. Kjo rreziku. Dhe me i thonë një muslimanit kafir, është gjunoh i njëjtë sikur me vrarë një musliman. Por çfarë me pas kujdes ata ignorantë, të cilët nuk e nolin gjuhën e tyre të i thonë njerëzve çafira për ditë. Madje do i bëhet tekfira dietarët e muslimanëve për ditë, duhet me kuptua se me i thonë njeriu të kafir, një muslimanin me thonë kafir, e ai nëse nuk është kafir, gjunohu është i njëjtë sikur me vrarë një musliman. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin vetëm sa kalum tha sharja e muslimanit është gjuna i madh, o qitaluhu kufrun, edhe me myt atë është kufër. Çfarë lloj kufri? Që nuk e nxjerr prej feje. Në hadithin tjetër me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush i thot kafir, nëse nuk është ai kafir, e ka kufrin ky. Cilën kufër që e nxjerr prej feje? Jo, çat kufër që e pat ai i cili e ka mbyt muslimanin. Njëtin kufër ka. Kushdo që i thot një besimtari kafir, vllavut vet kafir, njëri prej tyre që tu kufrin e ka. Veç sa për me e kuptue. E kemi përmend disa herë të çështja e betimit, se nuk lejohet me u betuar në kërkon përveç në emrin e Allahut subhanahu wa taala, dhe kur betohemi në emrin e Allahut subhanahu wa taala nuk duhet mu betuar për çështje të thjeshta, për çështje të vogla, por veç për çështje të mëdha. Dhe duke tërheqë vërejtjen e këmi thonë vllaznive, kanë herë të lutë futboll ata bën be. Njëri thot pasha Allah e kaloi vijën, ky thot pasha Allah nuk e kaloi vijën. Allah çdo njëri o torrent atë. Se njëri po thot po bën be që e ka kalu, njëri po bën be që nuk e ka kalu, njëri o torrent. Edhe kushdo që i thot dikuna kafir pe muslimanëve, çtu njëri është kafir, ama cili tash vetë me po ka hen argumentet. Nëse nuk është kafir për një me, ai që i ke thonë ti kafir, atëre kufri të kthehet ty. Cili kufër? Kufri që të nxjerr prej feje? Jo. Kufri i vogël i cili nuk nxjerr prej feje. Edhe si mos sigurie, për mos më rron këtë çështje. Për shkak se të çështja e vrasjes së muslimanëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka urdhënuar, ka treguar, ka udhëzuar muslimanët, nëse çështja vjen deri te vrasja, atëherë më mirë leje në të vret ai ty. Më mirë është me të vrarë ty një musliman se sa ti me vrarë ata. Nëse çesh larg ka shkuar çështja, në të vret ai ty, për shkak se në ditën e Kiametit ka më kon vështirë për atë që e ka vrarë, e ka derë gjakun e muslimanëve. Dhe Allahu subhanahu wa taala hakun e tjerëve nuk e fal. Ditën e Kiametit gjithsesi ka nevojë për me t'i marrë sevapet e me t'i dhënë xhenot, s'ta fal kërkush që e ke vrarë hiç. Atëherë nëse vjen çështja çash larg, më mirë është me të vrarë një musliman se sa ti me vrarë ata. Hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur është çështja e fitneve, edhe musliman ngatrohen çash shumë sa që mytën mes vete, pejgamberi sa më ka urdhëruar me i thy armët, me i prish shpatat, me ik për vendbanive me shku në për kodra, në për mal, me rujt dele, mos më marrë me njerëzit, mos më mirë me këtë problem hiç. Dhe këto janë siguresat për mos më quë vetën me e mbyt një musliman. Një prej siguresave për mos me leju vetën me i thonë kafir një muslimani, për me pështue mos me myt një musliman, është ma mirë me lanë aj me të myt ty, ose me nxjerr armët e me i thy, ose me ik e me shkue me në vend ku s'takohesh me njerëz hiç, e me pështue për i fitness mu ngatruar me myt musliman, kjo është mas sigurie. Mas sigurie për me shpëtue vetën tonë për
tekfir kur i bën ata cilët janë muslimanë se gjunoja është i njëjtë. Me i thonë dikuj kafir, edhe mos më konë, është një muslimani, është sikur me myt një musliman, është i barabar gjunoh, atëherë një prej mosave të sigurisë për mos me i bën tekfir muslimanët është me bën rregull për vete, mos me bën kafir, mos me bën tekfir kërkon për kufrin e të cilit nuk je në gjendje me bën mallkim. Me pas nivelin e sigurisë në tekfir të ati që ka shnalt. Filoni është kafir, a mund është me bë mallkim ti pra që nëse ai nuk është kafir, Allah subhanahu wa taala të mallkoft ty e gruan tonë dhe fëmijët e tu? Edhe këto zgjuzojnë me bokta zagat, kërkosh hiç? Për kërkon hiç? Tekfirin e bën për ditë të boshë për pjet, mallkimin zgjuzojnë me bë për kërkon. Këtu tregon se këta janë rrogash niveleve më të ulta. Kur don me bë tekfir diko, duhet me pas argumente të bollshme dhe siguri të pak kontestueshme. Edhe nëse të kërkohet, me thonë, a je në gjendje me mallkue vetën e vetë që nëse s'është ai kafir, a më thonë, a ki siguri që kjo është kafir po, atëre bën e tekfir, s'ka problem. Këndo që ki siguri me bën mallkim për vete, për grua edhe për fëmijët e tu, se ajo është kafir, bën e. Thuj kjo është kafir. Veç me pas nivelin e lartë të sigurisë se nuk jena të bë tekfir pa argumente. Se tekfiri në fenë Allah subhanahu wa taala është për çështjeve bazike, na gjithsesi se duhet me i bë tekfir njerëzit, ama jo me i bë tekfir muslimanët. Do të me i bë tekfir vetëm ata të cilët janë qafira për një. Jo me i bë tekfir njerëzit me dyshime. Jo me i bë tekfir njerëzit çakimini. Jo me i bë tekfir pa e ditë a ka bo veprën ose ka bo. Jo më bo tekfir pa eliminu pengesat. Kur ti plotson të gjitha, atëherë je aft me bë mallkim. Nëse je aft me bë mallkim, bëne, s'ka problem. Çështja e parë, mos më mohua prej ardhjen, edhe mos më thirr në prej ardhje tjetër. Çështja e dytë, mos më myt musliman. Çështja e tretë, mos me i thonë muslimanëve qafir, për shkak se nëse ai nuk është qafir, gjunohu i kthehet atij që ka thonë. Dhe çështja e katërt, ose çështja e fundit për sonte, është hadithi i saktë në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men ata haidan", kushdo që prej muslimanëve bën kontakt me bashkëshortën e vet duke qenë ajo në periudhën e cikljeve mujore, ose me kryer marrëdhënie në vendin që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, ka bë kufër. Por niveli i kufrit i cili nuk e nxjerr prej feje. Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar që me pas kontakt me gra në periudhat e pastrimit. Kushdo që nuk e respekton këtë rregull, ka bë kufër, por ka bë kufër i cili nuk e nxjerr prej feje. Allah subhanahu wa taala në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij ka ndaluar më krye aktin në vendin e kryerjes së nevojës madhe. Kushdo që e bën atë, ka bë kufër në Allah subhanahu wa taala. Por ka bë kufrin i cili nuk e nxjerr prej feje. Me që nuk e nxjerr prej feje, me që quhet kufri i vogël, kurse si nuk është gjuna i vogël, por është gjuna tepër e madh. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që na mbroj nga çdo lloj kufri e shirku e nifaku dhe kërkojmë falje e pendohemi te Allahu subhanahu wa taala për të gjitha gabimet që kemi bërë vogla të mëdha, ato që i dimë dhe ato që nuk i dimë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.